Studentëve në Berlin për forcimin e demokracisë dhe rrugën e gjatë të Kosovës për liri e pavarësi. BE po e sheh mbarvajtjen e zgjedhjeve lokale si hap drejt mundësisë së heqjes së masave ndaj Kosovës të vendosura që 2 vjet. Çmimet e larta rreth 25 produkteve ushqimore po monitorohen nga Autoriteti i Konkurrencës për shkak të ngritjes së çmimeve. Fermeri nga Gjurgjeviku i Klinës ngre alarmin për ngordhjen e gjedheve, dyshon se u infektuan nga disa të tjera të importuar. Mirëmbrëma të gjithëve, po fillojmë lajmet. Edhe 3 ditë afat i kanë mbetur Albin Kurtit që të propozojë për votim para deputetëve kabinetin e tij qeveritar, por deri në këto momente nuk ka sinjale se partia e parë sipas zgjedhjeve të para të 8 muajve i ka siguruar 61 vota të domosdoshme për krimin e ekzekutivit të ri. E diela do të jetë dita vendimtare, kur do të shihet nëse vetëvendosje do të arriti bëj numrat për votimin e qeverisë Kurti 3, apo do të mbetet në diskrecionin e presidentës që ta mandatoj kandidatin tjetër sipas së njëjtës procedurë. Bazuar në Kushtetutën e Kosovës, nëse as herën e dytë nuk zgjidhet qeveria, atëherë presidenti shpall zgjedhjet, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita e shpalljes së tyre. E mbarvajtjen e zgjedhjeve lokale që u mbajtën më 12 tetor, Bashkimi Evropian po e sheh si një hap drejt mundësisë heqjes së masave ndëshkuese që u patën vendosur në qershorin e vitit 2023. Kësaj, zëdhënësi i BE-s ka konfirmuar për ETK-n se ky ishte një sinjal i rëndësishëm i deeskalimit në veri që do të merret në konsiderat në kontekstin e heqjes së mëtejshme të masave në të cilet Kosova është që 2 vjet e gjysmë. Mbarvajtja e zgjedhjeve lokale në Kosovë shihet në Bashkimin Evropian si një hap i mirë drejt mundësisë së heqjes së masave të vendosura që nga viti 2023. Duke u referuar vizitës së fundit të presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në Kosovë, një zëdhënës i BE-s ka theksuar se ajo është inkurajuar nga raundi i parë, paqësor, konkurrues dhe gjithëpërfshirës i zgjedhjeve lokale me pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve. Ky ishte një sinjal i rëndësishëm i deeskalimit në veri që do të merret në konsiderat në kontekstin e heqjes së mëtejshme të masave, ka konfirmuar zëdhënësi i Bashkimit Evropian në një përgjigje me shkrim. Javën e kaluar, gjatë qëndrimit të saj në Prishtinë, von der Leyen pati, siç thuhet, diskutime konstruktive si me presidenten Vjosa Osmani, ashtu edhe me kryeministrin Albin Kurti. Sipas të njëjtit burim, Bashkimi Evropian pret që edhe raundi i dytë i zgjedhjeve lokale të zhvillohet në të njëjtën mënyrë dhe pret një tranzicion të rregullt të qeverisjes lokale. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka mbajtur sot një fjalim në Fakultetin Juridik të Universitetit të Berlinit me temën Mbrojtja e demokracisë në shekullin 21, mësime nga Republika më e re e Evropës. Osmani bisedoi me student në Berlin për zgjedhjet në Kosovë, forcimin e demokracisë, por edhe për rrugën e gjatë të popullit të Kosovës për liri e pavarësi. Kosova është demokraci që vazhdimisht është përforcuar dhe institucionet e saj mbajnë zgjedhjet më të lira e më garueset në gjithë rajonin. Kështu deklaroi presidentja e shtetit Vjosa Osmani në një ligjërat para studentëve në Fakultetin Juridik të Universitetit të Berlinit. Osmani foli për kërcënimet e Serbisë dhe përpjekjet e vazhdueshme për destabilizim në Kosovë. Në rajonin ton, Serbia, dora e zgjatur e Rusisë, vazhdimisht përpiqet ta dëmtojë sovranitetin e Kosovës përmes destabilizimit, dezinformimit dhe duke përkrahur grupe terroriste kriminale. Qëllimi është që të kthehet mbrapa për të zhbërë çdo gjë të demokracisë. Kosova nuk do të friksohet, e dim se si veprojnë agresorët, çfarë mund të bëjnë dhe çfarë do të bëjnë nëse nuk i ndalim ne së bashku. Përgjigja ndaj dhunës është sundimi i së drejtës, përgjigja ndaj propagandës është e vërteta, përgjigja ndaj agresorit që maskohet si paqëbërës është të kesh aleanca të forta. Tutje, Osmani para studentëve kujtoi edhe kohën e paraluftës kur mësimi shqip mbahej në shtëpi shkolla.
Ishim dëbuar nga shkollat, por solidaritetin e bëm në mënyrë mbijetese. Njerëzit i hapën shtëpitë e tyre për t'u kthyer në shkolla. Ishte një budrum i vogël me një shtëpi fqinje që u bë klasa jon. Mësuesja shkruante në një tabelë që ishte vendosur në karrige, shkumsi ishte i vogël, drita ishte dobët, nuk kishte karriga, por dhoma ishte plot, e mësimi ishte i thellë, vullneti edhe më i fuqishëm se kaq. Nuk ka asgjë që mund t'ja ndalë rrugëtimin një populli që do të jetë i lirë, tha Osmani në përfundim të ligjëratës në Berlin. Që Bashkia Ndërkombëtare ka vendosur formohet një gjykatë penale ndërkombëtare e Kosovës me seli atje në Hag, është dashur që të jetë kompetente për gjykimin e të gjithë atyre personat të cilët kanë kryer krime. Mirë po, këtu është bë një padrejtësi e madhe. Në këtë gjykatë janë nxjerrë, janë akuzuar, janë duke dënuar vetëm shqiptarët. Jo sërbët, ndërsa sërbët dihet që kanë kryer gjithë ato krime këtu. Në këtë kontekst, mbrojtja e Jakub Krasniqit kishte parashtruar një kërkesë në gjykatën speciale duke kërkuar pranimin e disa materialeve si prova që ajo i konsideron të rëndësishme dhe që kanë vlerë provuese në rastin e akuzave ndaj tij dhe i shkrerëve të tjerë të UÇK-s. Por specialja i ka vlerësuar të parëndësishme për akuzat, disa prej krimeve të kryera nga Serbia në Kosovë gjatë luftës, të cilat avokatët e Krasniqit i kanë përfshirë në kërkesë. Lidhur me këtë, në fundin për të drejtën humanitare theksojnë domosdoshmërinë e ndjekjes dhe gjykimit të krimeve të luftës dhe gjenocidit të kryer nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë. Veprat penale të krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit, gjenocidit dhe të gjitha veprat që janë në kuadër të së drejtës ndërkombëtare, ato nuk parashkruhen. Dhe ato duhet të ndiqen dhe duhet të gjykohen deri në momentin e fundit apo deri në momentin që personat përgjegjës janë gjallë dhe duhet të sillen para drejtësisë dhe të gjykohen dhe të dënohen për të gjitha ato vuajtje të cilat janë shkaktuar popullatës civile. Numri i personave të dënuar për mijëra krime serbe është shumë i vogël, pasi për më shumë se 2 dekada janë dënuar vetëm 74 persona. E besim në dhomat e specializuara në Hag po del të kenë vetëm 2,56% prej mira të anketuarve nga grupi për studime juridike dhe politike. Sa i përket besimit në institucionet e vendit, qytetarët janë përgjigjur se më së shumti besojnë në Policinë e Kosovës, ndërsa më pak në prokurori dhe gjykata. Pas prezantimit, raporti u diskutua në një tryezë ku morën pjesë përfaqësues institucional dhe ekspert të drejtësisë. Nga mbi 1.060 qytetarë të anketuar, vetëm 2,56% prej tyre kanë shprehur besim në punën e dhomave të specializuara të Kosovës në Hag, u tha gjatë tryezës së grupit për studime juridike dhe politike me temën performanca sistemi gjyqësor dhe prokurorial dhe vlerësimi qytetar ndaj këtyre institucioneve. Për besueshmërinë ndaj dhomave të specializuara të Kosovës, duke qenë se dhomat e specializuara të Kosovës janë në proces të paraqitjes së provave të mbrojtjes në raste mëfaqeve të tjera, qytetarët janë pyetur se deri çfarë masi i besojnë dhomave të specializuara që të ofrojnë drejtësi në mënyrë të drejtë të pavarur. Ata janë përgjigjur me një mesatare në shkallë prej 2,56. Sa i përket besimit në institucionet e vendit, qytetarët janë përgjigjur se më shumti besojnë në Policinë e Kosovës, ndërkaq më pak në prokurori dhe gjykata. Sa i përket konfiskimit, sekuestrimit, vërtet kanë të drejtë qytetarët. Dhe këtu duhet jemi vetë kritik. Ne prokurorët, po dhe gjykata me ne bashkë, nuk jemi ende në nivelin e detyrës. Ka hapësirë, ka vend, ka bazë ligjore për sekuestrim dhe konfiskim të vlera shumë më të mëdha se sa ato aktuale. Ne kemi një numër enorm të gjyqtarëve të cilët e bëjnë janë të enguar, por në fakt ku ta shohim salon për ballet në gjyqtarë në gjykata tona, atëherë del që në fakt kemi nevojë la përshtimin e lëndëve në përshtimin e gjyqtarëve në zgjidhjen e rasteve, sidomos në raste civile, për shkak se siç e dini, vitet e kaluara sistemi gjyqësor ishte i bllokuar. Ky ligj që tashmë pret miratimin e kuvendit të ri do të mundsojë qytetarëve të kërkojnë kompenzim kur drejtësia vendoset pa arsye, duke vendosur kështu një standard të ri të llogaritjes institucionale. Sipas botimit të nëntë të indeksit të performancës së institucioneve të sundimit të ligjit në Kosovë, 76% e qytetarëve kanë deklaruar se personat me ndikim politik kanë më pak gjasa të ndëshkohen nga ligji.
Edicionin e vazhdojmë me informacionet e tjera. Radio Televizioni i Kosovës do të prezantoj premierën e filmit dokumentar Në luftë me fatin, një rrëfim prekës për përballjen e një familje me sfida të mëdha dhe luftën e tyre të dyfisht për mbijetesë. Dokumentari me autore Venera Gjogja Jadili dhe Ilir Kabashi sjell në ekran historinë e dy prindërve heronj që pavarësisht vështirësive nuk dorëzohen dhe arrin të prekin lumturinë. Premiera do të mbahet të martën më 28 tetor në orën 19 në Kino ABC në Prishtinë. Filmi është një prodhim i Radio Televizionit të Kosovës që sjell një dëshmi të fuqishme njerëzore për forcën, dashurinë dhe shpresën. Flasim tani për një shqetësim të një fermeri nga Gjurgjeviku i Klinës, i cili thotë se vetëm brenda 3 ditëve të fundit i kanë ngordhur 5 krerë gjedhë qumshtore. Ai po dyshon se gjedhët i janë infektuar përmes 7 të tjerëve që i kishte blerë kohët e fundit e që thotë se ishin importuar nga Franca përmes një kompanie vendore. Auvi thotë se i ka marrë mostrat dhe po i pret rezultatet. Një gjendje shqetësuese është duke ndodhur në fermën e Tahir Berishës nga Gjurgjeviku i Klinës, ku vetëm brenda 3 ditëve të fundit i kanë ngordhur 5 krerë gjedhë qumshtore. Nga gjithsej 21 krerë, fermeri Tahir Berisha thotë se tashmë i kanë ngelur vetëm 14 cosh, ku thotë se shumica prej tyre kanë simptoma të njëjta. Ky fermer dyshon se gjedhët janë infektuar përmes 7 të tjerave që i kishte blerë kohët e fundit e që thotë se ishin importuar nga Franca përmes një kompanie vendore. Unë i kom pas shnosha, 100%, edhe me 2 ditën mu ka shfaq se ato po supozoj edhe të kom e dalë, se i në artë së mu ta lept më kanë bu infekcionin. Me ardhën e tyne mu nuk ka shpërthy ke epidemie, nuk e di, nuk e di ala skandale rezultatet, jem pritje, djem kohë, sedim kohën, jem pak i mbefust, pak se unë nuk e di, a shkën shpeta, shkën ka dola, nuk e di unë, që më laboratorit atin, as nuk kemi kam atë ndorë, po më duket pak mu, dhe mu që kësu gjendja, familje këna heken. Berisha thot se duke qenë se dëmi i tij kalon shumën prej 20.000 eurosh, kërkon përkraje nga institucionet vendore. Mu ka bo dëm dikon 20.000 euro e për te. Edhe 4 janë të smuta. Po shinë si edhe këtu tjera janë, se unë një gjë, atin paka shumë se që është hajnë e gjërë, dhe me thonë unë jemi ndëmëtu në tej mose. Shtu që si kësha kërkuun me ndimu dhe gjysh qeveria, nga Ministria Bujësis, nga komuna. Për të parë nga afër gjendjen e krijuar, kanë ardhur edhe inspektorët e AUV-it, të cilët i kanë marrë mostrat për analiza të mëtutjeshme. Muharrem Shahini, zyrtar në këtë institucion, përmes një përgjigje me shkrim tha se mostrat janë dërguar në laboratorin e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës dhe po i presin rezultatet. E në Prishtinë ka kohë që organizohet tregu mobil i prodhimeve vendore, i cili u jep mundësi shumë prodhuesve që t'i ekspozojnë produktet e tyre. Edhe qytetarët shprehen të interesuar për të blerë produkte vendore, duke i llogaritur si më cilësore dhe më të lira se ato në tregjet dhe dyqanet e zakonshme. Prej gati 3 dekadash, Raza Demolli nga fshati Globovici Prishtinës merret me kultivimin dhe konzervimin e pemëve dhe perimeve. Këtë të enjte, ajo i ekspozoi produktet e saj në tregun mobil të prodhimeve vendore që u mbajt në sheshin Adem Jashari në Prishtinë. Na mirëmi me produkte bujqësore, pe i pranverës që ja fillojmë pe rasatnë, e deri në fund të konzervimin në partegla. Këta janë produkte bujqësore që i kultivojmë i vetë, edhe ka të interesum shumë, ka leverdi. Gjitha gratë është që kanë mja fillu si fillestare, më kanë qëndrushme, më kanë të vendosne, më kanë shgenime, më dalë një ditë më punu e më thonë vëllas pe javlejka, se javlejnë. Edhe Kaltrina Regjepi Hasani nga fshati Sharbani Prishtinës ka 2 dekada që merret me bletari dhe kultivimin e bimeve të livandës. Për pas bletëve kemi të kultivojmë edhe 2 hektar tokë, kam edhe 5 are serë. Bleti kemi prej viti 2006, në atë pjesë ku kullotin bletë është një nalëcim bidetare mbi 980 metra,
Gjë që e bën këta është ajri shumë i pastërt, është larg stërpikjeve të pemëve të pesticideve dhe mjalti del shumë i pastërt. Edhe qytetarët u shprehen të interesuar për të blerë produktet vendore, duke thënë se ato janë më cilësore dhe më të lira se produktet në marketet e zakonshme. I preferoj bioproduktet edhe për shëndetjen më të mira dhe për dallim nga tregu nuk ka ndonjë dallim të madh të çmimit dhe më duket se janë më të lira se këto supermarketet. Tregu mobil është i hapur 3 herë në javë, të martën në sheshin Zahir Pajaziti, të mërkurën në bulevardin Bill Clinton dhe të enjtën në sheshin Adem Jashari nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 18. Tani do të flasim për çmimet që vazhdimisht po shënojnë ngritje. Rreth 25 produkte ushqimore po monitorohen nga Autoriteti i Konkurrencës për shkak të çmimeve të larta. Për më tepër, derisa qytetarët po vazhdojnë të ankohen se çmimet e produkteve bazike janë shumë të larta, njësit e ekonomisë paralajmërojnë ngritje edhe në muajt në vi. Konsiderohet si një nga produktet esenciale për shumë familje. Çmimi 1 litri qumsh në dyqanet në Kosovë po sillet nga rreth €1.20 deri në €1.70. Për shportën e konsumatorit, gjërat esenciale si 1 kilogram miell, 1 litër qumësh, 1 litër vaj e 1 kilogram sheqer po kushtojnë mbi €5. Çmimet e katastrofë vëllojnë, po zotin si në Evropë, apo ka katastrofë. Ka dikun, po kjo gjithkund që ashtë po shkon në çdo vend. Mirë po, çmimet e larta prodhuesit po i arsyetojnë me ngritjen e çmimit të energjisë elektrike. Ka dominuar ngritja e çmimeve apo të rrymës në sektorin tonë, për arsye se ne ka ngrit koston bukur mirë të produktit që duhet me shit të produktit të qumshtit. Kështu që ka probleme se ne na ka imponuar me çdo kusht që ne të ngrisim çmimet. Por apo e monitoron dikush këtë ngritje të çmimeve? Hapat që kemi ndërmarrë janë gjatë vitit 2025 kemi fillu me një analizë të produkteve ushqimore bazike, dhe me thonë në analizë kemi dikon 25 produkte ushqimore bazike, të cilat produkte jemi në vazhdimsi duke i monitoru edhe duke i shqyrtu ndryshimet e çmimeve tëre. Produktet cilat jemi duke i analizu, monitoru, janë produkte ushqimore bazike si djathi, vezë, qumshti, produkte të cilat janë të domosdoshme për çdo familje. Mustafa ka treguar se po bëjnë edhe avokim të bizneset për veprime të cilat ata nuk kanë të drejtë i ndërmarrin. Jemi duke bërë avokim në të gjitha ndërmarrjet që merren me këtë veprimtari, avokim për ligjin për mbrojtjen e konkurrencës, për veprimet që ata nuk duhet me i bë, edhe për veprimet që çojnë deri në shkeljet ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Megjithatë, kjo analizë që po bëhet nga Autoriteti i Konkurrencës thuhet se do të marrë kohë. Ndërsa nga Ministria e Industrisë dhe Tregtisë nuk kanë treguar nëse kanë ndërmarrë ndonjë veprim për monitorimin e tregut. Njohës të ekonomisë thonë se në këtë situatë është e rëndësishme që të ngrihen pagat e punëtorëve. Nëse bashkohet gjitha investim në punësim, në rritje të pagave në general, atëherë sigurisht që ka një lloj qëndrueshmërie të mbijetesës, se faktikisht pjesa më e madhe e qytetarëve të Kosovës janë të mbijetuar me pagat që i kanë, një pagë mesatare rreth €500. Në shtator të këtij viti, çmimet e konsumit në vend ishin për 4.7% më të larta se muajin e njëjtë të vitit të kaluar. Ka filluar edicioni i radhës i Dokutek 2025, festivali më i madh i teknologjisë në Kosovë që zhvillohet më 23 dhe 24 në Tech Park Prishtina si pjesë e iniciativës kombëtare Oktober Tech Kosova. Ka nisur edicioni i radhës i evenimentit të teknologjisë për këtë vit Dokutek. Kjo ngjarje ka mbledhur ide dhe zbulime inovative nga mbar bota, duke përfshirë edhe universitete, shkolla vendore. Në mungesë të prezencës fizike, presidentja e vendit Vjosa Asmani hapi festivalin përmes një video, duke treguar rëndësinë e teknologjisë në paraqitjen e vendit tonë në botë. Çdo vit ngjarjet si Dokutek na kujtojnë se teknologjia është mbi të gjitha për njerëzit.
Për të rinjt e të reja që ndrojnë, që guxojnë të thyejnë bariera, që mësojnë dhe besojnë se përmes dijes së inovacionit Kosova mund të lë gjurmë në botë. Të dashur miq, ashtu si në të kaluarën, populli ynë ka dëshmuar se nuk i friksohet së ardhmës, por e formson atë me duar të veta, me punë dhe me përkushtim. I pranishëm ishte dhe kryetari i Prishtinës Përparim Rama, ku tha se organizime të tilla japin mundësi shkëmbimi idesh inovative dhe përvoja fitimprurse. Qyteti i së ardhmës nuk është vetëm hapësirë fizike, por një hapësirë jetese e digitalizuar që mëson dhe adapton. Çdo shërbim publik tani mund të bëhet pjesë e rrjetit të inteligjencës që bën jetën më të lehtë, më të sigurt dhe më të pastër. DokuTek bashkon folës ndërkombëtar, ekspozita inovative dhe aktivitete interaktive që lidhin të rinjt, profesionistët dhe sipërmarrësit e ardhshëm. Ajo që vite më parë kishte nisur si procesi restaurimit dhe rikonstruktimit përfundoi me dëmtime serioze dhe rrezik për strukturën e një prej monumenteve më të rëndësishme historike në vendin tonë. Kalaja e Novobërdës vazhdon të jetë në gjendje të rëndë pas atyre ndërhyrjeve. Megjithatë, Ministria e Kulturës thotë se e ka marrë shumë seriozisht rinovimin e sërishëm të saj. Që nga viti 2019, Kalaja e Novobërdës vazhdon të jetë mbyllur për publikun pas shembjeve të mureve që ndodhen pas një renovimi nga një kompani e huaj. Edhe pse tash ka vizitor, por numri i tyre është shumë i vogël, ata nuk lejohen të afrohen mureve apo të hyjnë brenda citadelës së Kalas. Kështu na tregon udhërrëfyesi turistik në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Fitim Bunjaku. Mas një viti kanë filluar shembjet, që ka pas ndikim shumë negativ në gjitha aspektet, si në vizita, si ndikim edhe në shërbimet e gastronomisë, turizmit, paketa turistike, vizitat e shkollat, gjitha është dashur mu anulu. Sot asoj dite i kemi me qasje shumë të rrezikshme apo me përcjellje shkaku i shemjeve dhe rrezikshmërisë madhe. Nga Ministria e Kulturës kanë thënë se punimet për restaurimin e Kalasë së Novobërdës nuk kanë stagnuar, por janë pjesë e një procesi kompleks që kërkon kohë për shkak të ndjeshmërisë së trashëgimisë kulturore. Është kryer vlerësimi i strukturës dhe gjendjes fizike të Kalasë si pasojë e dëmtimeve nga ndërhyrje të mëhershme dhe mbi këtë bazë është hartuar plani i konservimit dhe menaxhimit për ruajtjen dhe menaxhimin afatgjat të saj. Tani jemi në procesin kur operatorët pas raportit të hulumtimit arkeologjik e raportit gjeoteknik janë duke punuar intensivisht në planin e konservimit, restaurimit të Kalas, planin e muzealizimit të Kalas dhe hapësirës përreth si dhe në plan të menaxhimit. Vazhdimi i afatit të kontratës është bërë deri në janar të vitit 2026, kur Ministria e Kulturës e pret të pranojë të kompletuar projektin për të vazhduar me fazat e zbatimit. Fillimi i punimeve në fazën e zbatimit të projektit do të fillojë në fillim të vitit të ardhshëm. I është dhënë sot lamtomira e fundit adhetarit dhe isheprorit të UÇK-s Rafiz Sejdiu, i njohur si inxhinieri. Para varrimit në nderim të jetës dhe veprës së tij, u mbajt mbledhje komemorative ku vlerësua lart kontributi i tij për lirinë e vendit. Me rastin e vdekjes së adhetarit dhe isheprorit të ushtrisë shqiptare të Kosovës Rafiz Sejdiut, i njohur si inxhinieri, është mbajtur mbledhje komemorative ku është cilësuar lart jeta dhe vepra e të ndjerit. Ai dha shumë për organizatën tonë, për bashkimin dhe dinjitetin e veteranëve. Në çdo kohë, Baca Rafiz foli me zemër e me shpirt për drejtësi, për shok dhe për idealin e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Gjithë jetën e tij ishte në luftë me plot betejë për lirinë, për shtetëformimin, betejë për organizimin sa më të mirë të organizatës së veteranëve të luftës dhe mbrojtjen e vlerave të kësaj lufte. Jeta dhe vepra e Rafiz Sejdiut u përkujtua edhe nga shokët dhe familjarët. Nuk ka asnjë proces kombëtar që është zhvilluar në këto hapësina ku ai nuk ka qenë prezent me punën dhe veprën e tij. Babi ishte njeri i veprave,
i vendosur dhe i drejtë, në çdo situatë ruante dinjitetin, qetësinë dhe vendosmërinë. Varrimi të ndjerit u bë në fshatin Ngreme të Ferizajt. Edicionin e vazhdojmë me sport. Konferenca e parë për Showdown for Legacy 3 zhvillohet në Stuttgart, nis numërimi mbrapsht për mbrëmjen e madhe të boksit. 51 ditë para mbrëmjes së madhe të boksit Showdown for Legacy 3, ka nisur faza më intensive e përgatitjeve. Në ambientet e stadiumit të Stuttgartit u mbajt konferenca e parë zyrtare për shtyp, ku morën pjesë drejtuesit ekzekutiv Arber Krasniqi dhe Klaus Müller, si dhe boksierët kryesor të eventit. Së pari herë shumë faleminderit, jam shumë mirënjohës për angazhimin e radio televizorit të Kosovës, që na mbështet familjarisht aq shumë, ka qenë gjithmonë mbështetës familjes sonë, edhe tash po i shkojmë drejt rrugës, kështu që besoj shumë në një bashkëpunim suksesshëm. Kjo ngjarje e organizuar nga Prime Time Promotion do të zhvillohet me 13 dhjetor në sallën Sharena të Stuttgartit, e cila pritet të mbledhë rreth 3000 spektator. Pa lidhjes së ngushtë të kampionit Ardian Krasniqi me klubin e njohur Stuttgart, është arritur një bashkëpunim i veçantë. Mbrëmja Showdown for Legacy 3 pritet të sjellë duele interesante në mbrëmje, ku meçit kryesor pritet i paraprin edhe duele tjera. Parlamenti izraelit ka dhënë aprovimin e preliminar për projektligjin i cili nëse hyn në fuqi do të legalizojë aneksimin e bregut perëndimor. Kjo lëvizje u kritikua ashpër nga zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë, të cilët thonë se një gjë e tillë do të shkatronte marrëveshjen e armëpushimit në mes Ripit të Gazës dhe Izraelit. Parlamenti izraelit me një shumicë të vogël votash ka dhënë aprovimin preliminar për projektligjin i cili, në rast që hyn në fuqi, do të legalizon aneksimin e bregut perëndimor brenda shtetit izraelit. Ky projektligj u kundërshtua edhe nga kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, dhe anëtarët e kabinetit të tij, por grupet ultranacionaliste brenda parlamentit arritën të sigurojnë shumicën e votave të nevojshme për këtë votim. Edhe pse për të hyrë tërësisht në fuqi, ky projektligj duhet të kalon edhe 3 votime të tjera në parlament. Përfaqësuesit e qeverisë amerikane, aleatit më të rëndësishëm të Izraelit, e kritikuan ashpër këtë ide. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, i cili është duke udhëtuar drejt Izraelit, tha se Shtetet e Bashkuara nuk mund ta përkrahin një ligj të tillë, pasi që ai do të kërcënonte marrëveshjen e armëpushimit në Gaza. Përderisa zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance, i cili sapo përfundoi vizitën e tij në Izrael, ishte edhe më i ashpër. Edhe nëse kjo ka qenë vetëm deklaratë politike, kjo ishte një lëvizje e keqe të cilën unë personalisht e marr si ofendim. Tha Vance dhe shtoi se qëndrimi i administratës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës është që nuk do të ketë aneksim të bregut perëndimor nga ana e Izraelit. Vetë presidenti amerikan Donald Trump gjatë javëve të kaluara disa herë ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do ta lejojnë aneksimin, pasi që një gjë e tillë do të mund ta destabilizon tërë rajonin. Bregu perëndimor është okupuar nga Izraeli në vitin 1967, okupim të cilin ligji ndërkombëtar e sheh si ilegal, dhe për palestinezët ky territor është pjesë e pandashme e shtetit të tyre të ardhshëm. Gjithashtu, brenda territorit gjendet edhe Jerusalemi lindor, i cili parashihet të jetë kryeqyteti i ardhshëm i shtetit palestinez, dhe besohet që aneksimi i bregut perëndimor do të shkatronte çfarëdo shpresë për zgjidhjen dyshtetërore. Vetë kryeministri i Izraelit, Netanyahu, i cili fillimisht ishte përkrahas i idesë së aneksimit, tani qëndron kundër saj, pasi që kjo lëvizje do të shkatronte marrëdhëniet me Amerikën, si dhe me shtetet e ndryshme arabe. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin qendror të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.